O ju vllazën, pasha Allahun subhanahu wa taala, ndoshta ne na duket diçka e rëndomte dhe normale, por që të ulesh në një mexhlis që të ta kujtojmë një ditë para Allahut azza wa jall që ja Rabbi, ne u ulëm në një mexhlis që të të përmendim ty dhe të mësojmë për besimin dhe akiden. Ka në për disa transmetime ku të cilën transmeton Hasan al-Basri radiallahu ta'ala anhu, hadithi është mursel, se kur do të mbeten banorët e xhenetit në xhenet dhe banorët e xhenemit në xhenem, për një moment Allahu te bareke ve taala do t'ju thotë xhenetlive, banorëve të xhenetit, lima la tatan'amun, o i banorët të xhenetit, pse ç'keni duke bë, pse nuk kënaqeni me mirësi që Allah va ka fal? Ata thonë, ja Rabbi, si të kënaqemi ne kur në zjarr të xhenemit janë një grup shokësh të cilët dënohen në xhenem. Dhe Allahu Gjellewala do t'jep leje atyre njerëzve që të ndërmjetësojnë për çdo njeri, qof një moment që jenë ullë në një vend ta kujtojnë dhe ta përmendin Allahun e madh subhanahu wa taala. Këtë asjo ju vëllezërit e mi, vallahi nuk janë mezhlise të thjeshta. Dhe mos shihni ndoshta ndonjëherë edhe numrin e prezantuesve. Allah lajmërimi është bo, por zgjedhja është prej anës së Allahu subhanahu wa taala, që Allahu xhallahu ala nuk ja mundsoi filani, ta ka mundsuar ty. Kjo do thotë se Allahu xhalla xhelalu të ka përzgjedh që të ulesh në një mezhlis dhe ta dëgjosh emrin e Allahu subhanahu wa taala. E të dëgjojmë për madhështinë e sunetit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në një zemanë ju vëllezërit e mi që është zbeh në zemrat e njerëzve madhështia e sunetit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndjekin rrugët e filozofëve, rrugët e filanit, marrin për shembull dhe irnek filan këngëtarin dhe filan artistin. Ku është suneti pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam? Po vallahi ai është guraba i huaj, ashtu siç ishte i huaj ditën kur filloi pejgamberi Zot, ishte vet. Pastaj ndoi që Abu Bekri, Aliu, Uthmani, pastaj edhe Omer ibn Khattabi, Abdulrahman ibn Aufi dhe të tjerë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wallahi gjendja e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na i kujtoi hoxha, Allah e nderoj dhe shpërblet, po i bie se është njësoj si ai hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tha: "Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba." Islami atë ditë kur filloi i huaj dhe do të kthehet një ditë i huaj, lum për të huajt. Këtë lumturi o vëllau im, apo këtë lutje dhe këtë dua po e bën pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam.